Mbrëmja nisi si çdo fest tjetër në Big Brother, me muzikë të fortë, drita që ndërroheshin si ritmi i zemrave të banorëve dhe energji që rritej nga minuta në minutë. Por askush nuk e priste që nata do të kthehej në një shkëndijë të re mes dy banorëve që kohët e fundit po shfaqin një afrim të pazakon. Bia dhe Arditi, sapo dy i shtëpisë ndezi një këngë ritmike. Bia, e njohur për energjinë dhe spontanitetin e saj, i hodhi Arditit një shikim që dukej si ftesë e hapur. Ai buzëqeshi lehtë, u afrua dhe pa thënë asnjë fjalë, i zgjati dorën. Bia e kapi menjëherë dhe të dy nisën të kërcejnë në qendër të sallonit, sikur gjithë shtëpia ishte bërë thjesht sfond për ta. Kërcimi i tyre nuk ishte thjesht ritëm, ishte komunikim. Bia tundej plot jetë, ndërsa Arditi ndiqte çdo lëvizje të saj me një kujdes të veçantë, duke e mbajtur afër në momentet kur muzika binte dhe duke u larguar lehtë kur ritmi ngrihej sërish. Banorët e tjerë nisën t'i shikonin me habi, disa edhe me buzëqeshje domethënëse, sepse kimia mes tyre dukej e padiskutueshme. Në një moment, dritat u fikën për disa sekonda, dhe vetëm dritat lënë mbi dy sheme ndriçonin siluetat e tyre. Të dy u gjendën më afër se kur më parë. Bia qeshi lehtë, Arditi i foli diçka që nuk u dëgjua nga kamerat, por reagimi i saj, një lëvizje e butë me dorë në krahun e tij, i la të gjithë me dyshime se mes tyre po lindte diçka më shumë se thjesht miqësi. Në studio, komenti do të ishte i pashmangshëm, apo formohet çifti i ri i shtëpisë? Mbrëmja u mbyll me ta të ulur pranë njëri tjetrit në divan, ende duke qeshur, ende me emocionet e vallëzimit që dukej se i kishte lidhur edhe më fort. Dhe ndoshta, për herë të parë, edhe vetë Bia dhe Arditi e ndjen se po afrohen drejt një kapitulli të ri, një dinamik që mund ta ndryshojë gjithë lojën.